publik. 6 vite më parë, bazuar në disa mesazhe të gjetura vite më vonë në celularin e një ish drejtori. Dhe mbi këtë fakt, ende krejt të pahetuar aso kohë, por si rëndom të serviru më parë përmes korrierësh që hynë e dalin të kuzhina e stacionit trenit, si gjellë qensh, në 700 tenxheret e gjyqit politik dhe mediatik, u vendos fillimisht me një turavrap të pakuptueshëm nga prokurori dhe gjykatësi i seancës paraprake, pezullimi i antares së kabinetit qeveritar. Një masë absurde, që siç e kemi shpjeguar më parë, pezulloi faktikisht funksionin, jo thjesht person. Prandaj, edhe nuk ka ndodhur kurrë dhe askund tjetër në botë një budallëk i kësaj natyre. Pastaj, pa pritur fare përfundimin e procesit, të hapur prej nesh në gjykatën kushtetuese, për ndërhyrje të patolerueshme në kompetencat e pushtetit ekzekutiv, sapo gjykata e pezulloi masën e pezullimit dhe deklaroi se do t'i hynte çështjes në themel, erdhi turavrapi i dytë. Kërkesa që diskutojmë sot. Dhe diskutojmë me të drejtën që na jep Kushtetuta e Republikës Shqipërisë për të autorizuar ose jo arrestin e një deputeti, gjë për cilën do flas konkretisht ca më poshtë. Thjesht njoftimi i akuzës në rrugën e Shtrëmbër dhe fatkeqësisht të bërë zakon nga grupet hetimore të stacionit trenit, të cilat i përdorin mediat si forca paramilitare të fajsimit dhe të asgjësimit publik të subjekteve të tyre, mjaftoi që ndaj Belinda Ballukut të ngrihen të tëra dallgët e detit të urrejtjes, që zien pa pushim në të 700 tenxheret e pazarit ton politik e mediatik, dhe të mblidhen të tëra rret e fantazive perverse të rrjeteve sociale, për ta kthyer njeriu në një kriminal me 300 vila, 2 jahte, 10.000 euro solucione magjike për një larje makine, ndërkohë rrugët e ndërtuara në periudhën e drejtimit saj u shëmbën që të gjitha nga korrupsioni, shirat u derdhen me gjyma dhe përmbytjet mbuluan edhe malet e Shqipërisë nga mungesa e kanaleve të vjedhura prej saj, deti u bëkos për qenërinë e pazarit politik dhe mediatik dhe erdhi më në fund me thirrje histerike jashtëderdhjesh në bulevard. E shumë pritura ore hakmarrjes madhe ndaj njeriut që e çoi Partinë Demokratike për Jufka në Dibër dhe asfaltoi krejt në Fier, me gjithë gazin e Zegjines, hapklap burri i parë në historinë e Europës që Komiteti i Helsinkit e mori në mbrojtje nga një vajzë. Mëshirë, Zegjine, mbyll klap. Por ndërkohë që Belinda Balluku u kthye në shtrigën që duhet djegur në turrën mesjetare të druhe me zjarr molotovësh
Dhe tërë fondet e mobilizuara si asnjëherë më parë në këto vite nga burimet e shtetit, të organizmave financiare ndërkombëtare apo të sipërmarrjes private për infrastrukturën u kthyen në parat grabitura prej asaj vet, unë pikërisht sot duhet t'u them shqiptarëve se ndryshimin epokal që vazhdon dhe do të vazhdoj në sektorin e infrastrukturës dhe në sektorin energjetik të vendit ton, nuk e solli koha. Nuk e sollën as thjesht parat. Para janë harxhuar plot edhe më parë për ato rrugët e lëna rrugëve. Nuk e solli askush dhe asgjë tjetër përpos votës tyre për këtë parti, për qeverinë e kësaj partie, ku bën pjesë edhe Belinda Balluku si antare e kryesisë Partisë Socialiste, si një ndër njerëzit tanë më të votuar dhe më të mbështetur nga zgjedhësit, e cila për 6 vjet me radhë drejtoi Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë, duke punuar pa orar, luftuar pa rezervë për të realizuar në afat dhe në cilësi objektivat ambicioz programit ton qeverisës, mes 1001 vështirësish në këta 2 sektorë që e kanë vuajtur gjatë prapambetjen historike për shumë arsye. E di që edhe këtu mes nesh ka disa që mendojnë se fitoret shëmbullore elektorale të Belindës dhe skuadrave të udhëhequra prej saj në territor burojnë nga fuqia e pushtetit që ajo kishte. Kjo mbetet për t'u parë në zgjedhjet e afërta vendore në qarkun e Fierit, ku ajo do të vazhdojë të drejtojë qarkun dhe nuk do të jetë më në asnjë pushtet ekzekutiv. Por ajo që unë di me siguri është një gjë tjetër, se pak kush nga ne këtu i mban si Belinda Balluku kontaktet me territorin, duke shkuar rregullisht në zonat që mbulon si drejtuese politike. Nuk kam fare në plan ta shpall as hero dhe as viktim Belindën sot, dhe uroj që në hetimin e çështjes për të cilën ajo akuzohet se ka kryer një vepër penale, prokuroria të shterojë çdo pistë që mund të çojë tek korrupsioni. Sepse në fund të ditës gjithkush pas të 18-ave varet vetëm nga këmbët e veta, me ligj dhe me zakon. Ndërkohë që unë si kryeministër, ndryshe nga sa mendojnë dhe flasin ata që se kanë idenë e kësaj detyre, nuk e kam as të mundur, por nuk e kam as të lejuar, qoftë nga ligji e qoftë nga zakoni, që t'i mbaj pishën asnjë bashkëpunëtori. Nuk kam ndërmend as t'ju them aq më tepër juve që e njihni më mirë se të tjerët, që Belinda është një njeri që durohet lehtë në punë. Pasi ca më shumë e ca më pak, e dim të gjithë se sa e lehtë është të merresh me të, sidomos kur i thot koka që ka të drejtë edhe do me çdo kusht që të dalë vetja. Nuk kam jo ndërmend ta shpall të pafajshme për çka akuzohet apo të shkel për të vijën e kuqe të cilën e kam vizatuar përpara deputetëve në këtë sallë të nesërmen e miratimit reformës në drejtësi, dhe që vlen për të gjithë njësoj, duke e marrë në mbrojtje nga drejtësia dhe duke hyrë në përmbajtjen e çështjes, gjëra që i takojnë ekskluzivisht avokatit apo prokurorit dhe gjykatësit.
jam si jam unë dakord me këta të fundit.